Atentati ndaj gjyqtarit të apelit, policia zbardh detajet. Informacion paraprak. Rreth orës 15:40 në ambientet e gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë, gjatë një procesi gjyqësor, dyshohet se shtetasi Sh, 30 vjeç, pal në proces, ka qelluar me armëzjarr i drejt gjyqtarit, shtetasit AK dhe shtetasve RK 65 vjeç dhe EK 45 vjeç, atë bir pala tjetër në proces. Si pasojë ka humbur jetën shtetasi AK dhe janë plagosur shtetasit RK dhe EK, të cilët janë jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë me marrjen e njoftimit kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje dhe kanë bërë të mundur kapjen dhe shoqërimin ambientet e DVP Tiranë të autorit të dyshuar shtetasit Sh, si dhe kanë sekuestruar armën e krimit. Në vijim do të jepet informacion më i plotë rreth ngjarjes. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.